Fryti i arrogancës kush është? Fryti i arrogancës është shkatrimi. Çfarë thot për faraonin? Inna faraona ala fil ard. Faraoni u bë arrogant në tokë. Në fund ai innehu kana min al-mufsidin. Ai ishte shkatrimtar. Pra pjella e arrogancës është kush? Shkatrimi në tokë. Dhe format e shkatrimit, siç bëri faraoni. Diku e sklavronte, diku e robronte, diku e vriste, diku e linde gjallë. Mendonte se tashmë ai është far Zot. Njeriu nuk bëhet arrogant, shkatrimtar vetëm se pasi kalon në atë gradë që i thot vetes vetë far Zot. Dhe Allah më nëshëm, jo më kot na jep me detaje këtë përshkrim, kaq me pra na flet më fjalë për karakterin e faraonit. Për të na thënë me fjalë se ky lloj karakteri do të jetë në tokë deri në ditën e Kiametit. Ne më tepër se sa subjekti ka rëndësi çfarë fenomeni